Jemi në punëtorinë e Adem Bajramit, piktor me profesion dhe me pasion. Një sasi të madhe të ditës, të ditëve të javës e kalon në këtë punëtori në cilën ndodhemi tani. Mirë se gjej. Mirë se gjej, mirë se erdhe. Njerë po themi që fillimisht ju keni filluar me pikturë të merreni. Po, fatkeqësisht nuk e kemi përfunduar, po kemi qenë drejtim të artit. Pse thu fatkeqësisht? Nuk kam diplomu, për atë që nuk kam... A mendon që një piktor e bën diploma piktor? Nuk është e vërtet, pasi amaterët janë piktorë më të mirë në shumëtën e rasteve, mirë po nuk e kam vazhdu atë si profesion të ushtroj gjithë kohën. Ma shumë më jep dëshirë druni, punë e drunit. Që sa kohë e bëni këtë punë? Diku 7 vite, diku që punoj regullisht. Për ndryshe, vazhdimisht jam marrë me diçka, edhe kur kam punu punë tjera, dhe me thonë gjithë kohës kam prek drunin. Do të thras dema, si shtrasin edhe miqët e tu. Shoh një pikturë këtu, do të thotë që ti pasionin për pikturën nuk e ke haru, apo jo? Jo. Do me thonë edhe ke vazhduar edhe të pikturash? Po, është pjesë e shpirtit, do me thonë si që dim se arti është shpirtëror. Vazhdojmë brenda kohët, bëjmë diçka dhe nga pikturat, do me thonë të kënaqim shpirtin. Po, si punë kryesore kam drurin. Çfarë përpunon me dru? Çfarë ti krijon prej drurit? Prej drurit krijojmë vepra ndryshme, për shembull edhe figura, edhe mund të përgjithshme të zrugtarisë, si për shembull shkallë, tavolina, gjësende ndryshme. Piktura, gjëra të bukura kreative. Po, punojmë edhe gdhendje, për shembull drum. Kjo është punëtoria jote? Këtu kalon sa përqind të kohës te? Po pjesën më të madhe ditës, përveç angazhimeve familjare që kemi, pastaj jemi këtu gjithë kohën. Më bëri përshtypje që ju shtëpinë e keni diku në periferi, nuk keni dashur vetë janë në qytet, apo druri kërkon pak kushtet e veta, që është pak më i veçuar? Është e sakt, kemi qenë me shtëpi diku në lagjen afër qytetit, jemi transferuar si dashurisë ndaj natyrës, pasionit, kemi pas edhe vendin, na është dhënë mundësia që transferohemi kështu. Kështu edhe materiale tjera, përveç drurit, përpunoni materiale tjera? Përpunoj edhe hekrin diçka, por ma shumë është çështje pasionit, kombinimi i figurave dhe me thënë veprave, ti themi skulptura ndryshme, diçka që ndërlidhim me dëshirën tonë, ose kombinim që ka mund të vije ma i përshtatshme. Është më e lehtë të përpunohet druri apo të pikturohet me ngjyra? Varësisht nga dëshira. Materiali natyrës apo ngjyrat artificiale që i blej? Varësisht nga natyrë, varësisht nga dëshira që kemi, nga momenti që të prek arti. Dhe me thonë, kur ke të theksuar diçka, nuk është aq e komplikuar për të realizu. Kështu që nga momenti që më vjen ato realizoj. Çka nuk din njerëzit për drurin? Që mund të përdoret edhe estetikisht për zbukurim, për kështu. Çfarë mendon se nuk din njerëzit? A e përdorin shumë në ambientet e tyre të shtëpisë apo preferojnë gjëra tjera më artificiale? Po, ka raste ndryshme, por kohës fundit sikur është i lënë pas dore druni. Unë do kisha thonë nga arsyet e kujdesit, normal edhe jeta më dinamike, edhe për ta mirëmbajt duhet pak më shumë përkushtim drurin. Si mirëmbahet druri? Do aerosje njerë, apo jo? Po, pa tjetër, dhe me thonë aerosje, kushtet klimatike, dhe me thonë nuk duron këto detergjentat... Gratë që i pastrojnë në shtëpi, Me çka pastrojnë? Me një lapë, thjesht pak të lagur. Me ujë vetëm, a? Po, me ujë. Preparate të shtrenjta dhe të dëmshme. Preparatet e dëmtojnë me njerë. Sepse sigurisht gratë tani kanë shumë elemente prej druri në shtëpi dhe i prishin duke i pastruar. Kemi pas raste të tilla që e kanë dëmtu, ndron ngjyrën, ndron pamjen, edhe pastaj vim kontradikta me klientët, për shembull.
Dema, a je I gatshëm të na tregosh ndonjë punim ose si përpunohet druri, të na I prezantosh edhe makinat që I ke që cilat ti patjetër. Për shembull, sot kemi rastin të bëjmë një dras për servisim ose dras picash, cilën paraprakisht e kemi përgatit pak. Tani do të presim formën rrethit, pastaj vinë punët tjera me radhë. Ndërsa këto, ti bën shumë materiale, mendoj, shumë gjëra kreative, ne disa prej tyre kemi këtu në fokus, disa do t'i marrim më vonë, për të parë gjithçka që ka mund të bëj këtu në këtë hapësirë Dema me punimet e drurit. Cilat materiale drurit më shumë I preferon? Po, preferojmë materiale edhe për shembull industriale, si duken këtu, po përdorim edhe forma natyrale. Për shembull, mu më shumë më fle puna me material. Ajo është pasqyra? Mund ta tregojmë pasqyrën? Po. Kjo është një pasqyrë që ti gatshme. Dhe këtu kemi për shembull një pjesë pasqyrës që e kemi përgatit materialin paraprakisht, e kemi dhënë formën, që më të qetë vazhdojmë me proceset në vijim, që të krijohet një pasqyrë për shembull, siç është kjo. Dhe këtu kemi disa pjesë tjera që përdoren për servisim apo për dekor. Kemi diçka edhe nga figurat për shembull që kemi bërë gatshme, si këtu. Si vazo, apo jo? Vazo, po, figura të ndryshme. Kështu me radhë. Këto shumë bukura. Gjithë ato punime I ke bërë vetë, apo jo? Po, po. Unë shoh disa makina këtu, nëse mund të na shpjegosh çfarë janë për shembull këto makinat. Sigurisht janë për ta përpunuar drurin, shara për shembull, dhe shoh këtu një sharë. Kjo është sharë mobile që përdoret për të marrë edhe në terren, pasi është edhe me rrota, është më lehtë për transport. Ke leje nga policia për ta marrë këtë? Patjetër se po. Për shembull, sepse e din në këto anë që ti je artist apo jo? Po, pjesa më e madhe po, shoqënia. Kjo çfarë është? Edhe kjo është një proces I materialit që përmendëm pak më parë për përgatitjen e drasës për servisim. Kjo do të thonë është makina kryesore. Ajo është më e rëndësishme janë këtë. Po, I thuhet kombinat, është me 5 procese, aty kemi planin, kemi sharën, kemi pjesë për të shpu, kështu me radhë. Pjesat më të rëndësishme, ose puna më e rëndësishme kryhet me atë makinën atje. Kombinat që quhet, apo jo? Okej, ne shohim gjithandaj dru këtu, apo jo? Është material më I këndshëm për jetesë edhe më bio, ti themi, më pak I dëmshëm. Pa diskutim, dhe me thonë druri krijon edhe një formë, ti themi një farë relaksimi, një farë kënaqësie shpirtërore në ambient ku jetohet, ku flihet për shembull, posaçërisht. Bëhet gjumi më I mirë. Pa diskutim. Çfarë mendon për shtëpitë moderne që e kanë përjashtuar drurin nga shtëpitë e tyre? Ajo është dëshirë individuale e secilit. Unë për veti nuk preferoj dhe aq. Shtëpia jote është krejt prej druri, apo jo? Gjithçka brenda ka. Njëri kat është komplet prej druri. Dhe me thonë aty jetojmë, aty gatojmë, aty flejmë, gjithçka është prej druri. Unë këtu në duar kam një enë, është dekorative, që ka punuar Dema. Çfarë druri është? Duket si... A mund është makande? Që të dukemi në... Po, duket që është arë.
një material shumë i bukur, i rënd pakës, po i bukur shumë, apo i veçantë. Është dru që përdoret. Po se është i menduar që të rinë në tavolinë, apo jo? Po, patjetër. Është dru që përdoret më shumti edhe për dekor edhe për fortësi. Në shumë të rasteve për nuk përdoret kjo, mirë po nga kërkesa e klientëve bëjmë edhe këtë. Aha. Edhe kjo mirëmbajtjen e ka të njëjtë si çdo lloj tjetër druri. Po, patjetër, detergjentët asesi. Detergjentat të dashura gra largonin nga përdorimi, me detergjent vetëm këto, si quhen këto materialet që janë të imitim druri, që i përdorin tash në masë të madhe. Edhe ato nuk durojnë detergjentët. Edhe ato. Durojnë ngjyrën. Do të thonë detergjentët sepse ka shumë varritje që gratë shumicën e limeve marrin kur pastrojnë shtëpi. Kimi, pasi është kimia e bën. Sidomos me që jemi para Bajramit, kujdes. Ne do vazhdojmë që të shohim punime tjera të cilat i kemi të ekspozuara këtu dhe më pas do ndjekim edhe një proces si bëhen shtampa e shkronjave, si me djegja, po the, në dy mënyra, me dorë të lirë dhe me djegja, po jo. Ka metodë tjetër? Jo. Më mundet edhe me makinë me laser, po varësisht nga dimensionet, varësisht nga dëshira. Cilën e preferon ti për vete? Unë për veti, zakonisht, pasi kryoj veprën punën, për shembull vendos llogën time, që dihet edhe kush e ka bërë, po edhe ndash reklama, ndash kvaliteti është aty. Nga njëherë kemi kritika, njëherë kemi lëvdata. Kush punon ka kritika, lëvdata e kështu. Këtë pikturën vete ke ba? Po. Ke shumë piktura? Nuk kam shumë, po pikturat kam lënë që t'i zbuloj ndonjë ekspedit tarshme, që planifikojmë një herë të paktën të bëjmë një ekspedit, ku që kur do t'i vije koha do të shohim. Do bësh edhe një ekspozit, apo jo? Mendoj. Po një ekspozit druri? Ekspozit druri mendoj më shumë, jo vetëm një. Më shumë, ke pas ndonjë deri më sot? Me vepra të cilat ke punuar në dru? Diku ekstra jo, por kemi pas një shitore të vogël dikund, që për momentin e kemi mbyll. Mendojmë edhe në tarë mund bëjmë dhe një shitore, kemi një pikë shitje dhe klientët më lejnë të kemë për... Këto targat këtu simbolizojnë diçka, po thjesht dekor? Thjesht dekor, po janë pjesë të makinave të mia që kam regjistru, kështu që kam desht ngelet diçka tek unë nga ato që kam pas. Dema, kur u futëm në këtu, pam një flamur të shtëpia jote. Ajo sigurisht ka një simbolik. Patjetër është pjesë e kombit, simboli joni, kështu që... Me origjinë je? Me origjinë jemi nga fshati Poroj, jetojmë në lagjin Dranvec, kështu që pjesën më të madhe kemi normalisht qytetin, natyrën pa diskutim, në fundjavë. I lidhur fort për natyrën, dhe kjo është me siguri ajo... Ku e ka vërejtur ti për herë parë që ke një dashurit veçantë me drurin, me natyrën? Dashurit veçantë kjo ekziston që në fëmijëri ajo ndjenja e artit, po edhe kam qenë edhe në zanat për dru. Aha, do me thënë me krejt nga një... Janë të ndërlidhura njëra me tjetrën, kështu që kam bërë kombinim edhe të punës, edhe të pasionit, dashurisë, kështu. I ke qejf ti përpunosh edhe orët, shohim një këtu në mu? Po, kam pas orë më të ndryshme, kjo është vetëm një, ti themi pak më e thjesht, kam pas orë shumë të veçanta, fatkeqësisht nuk i kemi këtu për t'i ekspozu, janë të shitura. Kjo mund të krijohet edhe diçka më ndryshe, ajo është punë unike, dhe me thonë punë qasti, apo nga materialet që kemi disponim. Ama dhe kjo punë ka frymëzim, apo? Patjetër. Si çdo punë tjetër. Pasi është pjesë e artit, me thonë frymëzimi është kryesor. Dema, faleminderit që na pranove sot në punëtorinë tënde, të dëshirojmë shumë suksese në të ardhmen dhe të realizohesh në punët tua kreative me dru. Faleminderit juve për intervistën, jeni të mirëseardhur kurdo që keni dëshira, apo është nevoja për diçka.
Ose kur doni të shihni natyrë, thuaj këtu. Pa diskutim, natyra, Këtu sipër peizazhi. pastaj ku ndodhesh ti fillon Gjerma, apo jo nëse se kam bërë? Ja, ka 7-8 kilometra diku okay. në fshatin Gjermë. Larg, mirë pa rruga është që të çon në fshatin Gjermë. Herës tjetër të shkojmë në Gjermë. Faleminderit sot që na pranove këtu në punëtorinë tënde. Faleminderit edhe juve.